Për parti jo, për kandidat, besoj që po. I shduf programe, ose i shduf me të bindë qka ka punu për para, qa punon, qa ka kalu në qarë sfidash apo kuptan. Po janë të zhgëny njerëzit. Për programin gjithsesi, patjetër, jo për individin. Tetëria duhet me i vlerësu edhe ma në fund me pa cili është kandidati, me partin edhe me idetë ma konkrete, ma serioze për me udhëheq për qytet. Mendoj të votoj partin. Që që përgjithsisht do vëshata në këto, zgjedhja është një personalitet nëse ti imponohet si i tillë, pavarësisht a ka aftësia, s'ka, mund të jetë demagog i mirë dhe të përvetëson. Po unë do të përpiqem, tash sa kanë programa ata, programin ta votoj. Kush ofron mirëqenie në qytetarit në përgjithësi, po flas për mirëqenie, për jetën më të lehtë, për mënyrën e qasjes qoftë në institucione ose qarkullimit ose të jetesës në përditshmëri, unë mendoj që ai meriton ja jap votën. Kohët fundit adin tash s'ke mas qendër, se një me pisho që bajagjen të lidhë në të pengon qendra. Kish mujt me qenë në qyteti, kry qyteti me qenë i pastër, veturat më reduktu, dhe me thojnë më konë qyteti ma i lirë, ma i pastër. Për shembull, po flasim rrugë, komunikacion, po flasim për kushte, këto shkolla, rrugë, gjitha këto që janë të nevojshme për jetën e Prishtinës. Parkinge nuk ka, qerdhe mjaft nuk ka, shkolla mjaft nuk ka. Unë besoj që jemi vetëmi vend evropian që i kemë qenë rrugëve, besoj që jemi vetëmi shtet edhe kryqytet që i kemi plerat rrugëve edhe të kutërbën kudo që të shkosh. Është më të merë pa i rregullu gjërat elementare, nuk mund na të bëjmë infrastrukturë të ndërtojmë sheshe, se sheshe kemi.